Fuqia e të menduarit pozitiv, zgjerim i thelluar, versioni gjatë, të mendosh pozitivisht nuk është thjesht një frazë që dëgjojmë në librat motivues apo në rrjetet sociale, është një mënyrë jetese, një filozofi që mund të transformojë rrënjësisht përditshmërinë, shëndetin mendor, marrëdhëniet dhe të ardhmen tënde. Në një botë ku stresi, pasiguria dhe presioni janë gjithnjë e më të pranishëm, të ushqesh mendjen me mendime të shëndetshme është si të ndërtosh një strehë të brendshme ku asgjë s'mund të të thyejë. Mendja jote është krijuesja e realitetit. Çdo ditë ti bën mira mendime. Shumica e tyre janë automatike dhe të pavetëdijshme. Ato e formësojnë gjendjen tënde emocionale, reagimet dhe madje edhe shëndetin fizik. Nëse këto mendime janë negative, kritike dhe të frikshme, do ta ndjesh jetën të rëndë, të mbushur me ankth dhe mungesë motivimi. Por nëse ushqen mendje që beson, shpreson, krijon dhe fal, atëherë do shohësh që drita fillon të thyet në errësirë. Mendimi pozitiv është ushqim për shpirtin, ashtu si trupi yt ka nevojë për ushqim të mirë për të funksionuar, ashtu edhe mendja ka nevojë për ushqim të shëndetshëm. Mendimet janë energji. Ato kanë fuqi. Ato ndikojnë në mënyrën se si e sheh botën, veten dhe të tjerët. Një person që e trajnon veten për të parë të mirën, për të nxjerrë mësime edhe nga dështimi, për të falur dhe për të besuar, është një person që i jep vetes lirinë e vërtetë. Çfarë bën realisht të menduarit pozitiv? Të bën më të qëndrueshëm në përballimin e krizave, të jep aftësinë për të parë mundësi edhe në mes të vështirësive, rrit vetbesimin dhe guximin për të vepruar. Ul kortizolin, hormonin e stresit dhe ndihmon trupin të vetëshërohet, të ndihmon të ndërtosh marrëdhënie më të shëndetshme me njerëzit, zgjeron horizontet e të menduarit kreativ dhe zgjidhjes së problemeve. Të menduarit pozitiv nuk do të thotë të injorosh problemet. Shpeshherë njerëzit mendojnë se pozitiviteti është një mënyrë për të shmangur realitetin. Por e vërteta është ndryshe. Pozitiviteti nuk do të thotë të mohosh se ekziston problemi. Do të thotë të pranosh që problemi është aty, por të zgjedhësh të fokusohesh në zgjidhjen, jo në dramatizimin. Të pranosh se ke dhimbje, por të besosh se do të kalojë. Të rrëzohesh, por të thuash do ngrihem përsëri. Si mund të fillosh të mendosh pozitivisht? Ndrysho mënyrën si flet me veten. Nëse flet me veten me përbuzje, frikë apo negativitet, trupi dhe mendja e marrin këtë si realitet. Thuaj gjëra të mira. Bëhu shoku yt më i mirë, vëzhgo dhe kontrollo informacionin që konsumon, mos ushqe mendjen me lajme të këqija, dramë dhe energji të ulta. Lexo libra frymëzues, shiko video pozitive, dëgjo muzikë që të ngre shpirtin, bëj ushtrime falënderimi çdo ditë, çdo mëngjes apo mbrëmje, shëno 3 gjëra për të cilat je mirënjohës. Kjo të zhvendos fokusin nga mungesa në bollë, refuzo të jetosh në frikë, shumë mendime negative vijnë nga frika. Frika nga refuzimi, nga dështimi, nga humbja. Zëvendëso frikën me besim, bëj veprime të vogla pozitive çdo ditë, edhe një buzëqeshje, një ndihmë, një kompliment, një telefonat të sinqert, janë hapa drejt një jete më të mirë, shembuj nga jeta reale. Një nënë e vetme që lufton çdo ditë për të rritur fëmijët e saj, por që nuk ndalon së qeshuri dhe së besuari. Kjo është fuqia e mendimit pozitiv. Një pacient me sëmundje të rëndë që i thot vetes, unë nuk jam diagnoza ime dhe lufton çdo ditë. Kjo është mendje pozitive në veprim. Një iri që humb punën, por në vend që të dorëzohet, përdor kohën për të ndjekur ëndrrën e tij. Kjo është besim në të ardhmen. Bota jashtë ndryshon kur bota brenda bëhet më e mirë. Çdo ndryshim i madh nis nga brenda. Nëse ti ndërton një botë të brendshme të fortë, plot me mendime pozitive, energji të pastër dhe qëllim të qartë, atëherë gjithçka përreth fillon të ndryshojë. Marrëdhëniet përmirësohen. Mundësitë shfaqen. Të tjerët të afrohen. Dhe më e rëndësishmja, ti e ndjen veten të plotësuar, jo sepse çdo gjë është perfekte, por sepse ti ke mësuar të shohësh përtej së zakonshmes. Përfundim, bëhu arkitekti i mendjes tënde. Mendimi pozitiv nuk është dhuratë që u jepet të veçantëve. Është një aftësi që mund ta stërvisë kushdo. Është si një muskul, sa më shumë e ushtron, aq më i fortë bëhet.
dhe kur ai muskull forcohet, asgjë nuk të ndal. Nëse ka një mesazh që duhet të marrësh me vete, është ky: ti nuk mund ta kontrollosh gjithmonë atë që ndodh në jetë, por gjithmonë ke në dorë se si e interpreton dhe si përgjigjesh. Dhe këtu qëndron fuqia jote më e madhe.